që ta keni me dije. Jo. Më njëherë 24
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla shanuhu, krijues të gjithësisë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij faljen, ndihmë, rahmet dhe bereqet kërkojmë. Salavatet dhe selamet I dërgojmë mbi shpirtin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ummetin e tij. Fillimisht e falenderojmë edhe Hafiz Yasin Efendi Abdullahun, I cili na recitoi disa ajete Kur'anit. Të nderuar dhe shumë të respektuar të pranishëm, I nderuar I kryetari I Bashkisë Fetare të Islamit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetahu, I nderuar I muftinisë së Kumanovës Haxhi Abedin Efendi Imerit, I nderuar I kryetari I komunës së Rikovës Zotri Erkan Arifi, të nderuar përfaqësues të riasetit të Bashkisë Fetare të Islamit, të nderuar familje e bamirësit Haxhi Avdil Ismailit, të nderuar hoxhallar, profesor, mysafir të ardhur nga vende të ndryshme, dhe ju xhamat I dashur ju përshëndes dhe përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet dhe mirësitë e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Sot jemi tuguar në këtë ditë të veçantë dhe historike për fshatin Baksinc dhe rrethinën për të përjetuar një moment gëzimi dhe krenarie, hapjen solene të kësaj shtëpie të Allahut. Xhamisë së re që do të shërbejë si vatër adhurimi, dijeje dhe bashkimi për preza në radhë. Kjo xhami është fryt I një vizioni nga bamirësi Haxhi Avdil Ismaili, I cili pati dëshirë të lërë pas një vepër të qëndrueshme, një sadaka të vazhdueshme, prej së cilës do të përfitojnë muslimanët për shekuj me radhë. Lutim Allahun e madhëruar që ta shpërbejë Haxhi Avdilin bashkë me familjen e tij dhe ta bëjë këtë vepër dritë për të në dunja dhe në ahiret, për këtë kontribut madhështor në shërbim të fesë dhe fshatit të tij. Për të na përshëndetur në emër të familjes së bamirësit, ftoj që fjallën të lërë nipi I Haxhi Avdilit, Zotrit Bilend Ismailit. Të nderuar të pranishëm vëllezër, në emër të gjyshitim dhe të gjithë familjes ju falenderoj sinqerisht për pjesëmarrjen tuaj në hapjen e kësaj xhamie. Prania juaj sa është nder dhe gëzim I madh për ne.
Falenderojmë posaçërisht kryetarin e Maqedonisë së Republikës së Veriut, Reis Sulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetari, për mbështetjen dhe fjalët e tij. Një falënderim i veçantë shkon edhe për muftinë e Muftinisë së Kumanovës, Haxhi Abedin Efendi Imeri, për angazhimin dhe kontributin e tij. Falenderojmë gjithashtu kryetarin e komunës së Likovës, zotëri Erdan Arifin, për përkajën dhe respektin që kanë treguar. Kjo xhami nuk është vetëm një objekt, është vend bashkimi, paqe dhe besimi. Urojmë që këtu gjithmonë të ketë lutje, mirësi dhe harmoni mes njerëzve. Zoti ju shpërblet të gjithë parardhjet dhe mbështetjen tuaj. Faleminderit nga zemra. E falenderojmë zotri Bülent Ismailin për fjalën e tij dhe lutemi që Allahu ta shpërblejë mirësitë e tij në dunjë dhe në ahiret, bashkë me familjen e Haxhi Kandilit. Në vazhdim të nderuar, për një fjalë përshëndetse ftojmë të nderuarin kryetarin e komunës së Likovës, zotri Erkan Arifin. Të nderuar të pranishëm, fillimisht më lejoni të përshëndes reisin i cilin e kemi prezent, miftiun, hoxhallarët e komunës së Likovës dhe më gjithë hafizët të cilët i kemi prezent dhe të gjithë ata të cilët në çdo ditë kontribuojnë në të mirën e fesë islame dhe në të mirën e kombit shqiptar. Unë nuk dua t'ju marr shumë kohë, dua në veçanti të përshëndes zotri Arbilin, Haxhi Arbilin, i cili ka një zemër shumë të madhe, i cili ka një qëllim shumë fisnik, me të vetmin qëllim që këtë tempull fetar ta shfrytëzojmë për të mirë, ta shfrytëzojmë për edukim të brezave të ri dhe në të mirë të banorëve të komunës tonë dhe të fshatit Prasnicë. Sot është një ditë e veçantë për mua si kryetari i komunës së Likovës, besoj edhe për banorët e komunës tonë përgjithësi, se këtë tempull të cilën sot e përroj, do të shërbej me gjenerata të tëra në të ardhmen në të mirë të banorëve të komunës tonë. Andaj urimet e gjithë në kjo, dhe Zoti të kemi shëndet dhe ta gëzojmë në të mira. Faleminderit shumë gjithë. Falenderojmë kryetarin e komunës së Likovës, zotri Erkan Arifin, për fjalën dhe mbështetjen institucionale ndaj projekteve që forcojnë jetën fetare në vendin tonë. I nderuar xhamat, tani kemi kënaqësinë të dëgjojmë porositë e muftiut të Muftinisë së Kumanovës, Haxhi Abedin Efendi Imeri. Ftoj muftiun që të mëdhenj. رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, i cili në Kur'anin famlar në kapitullin e Toba ajeti 108 thot: xhamia e cila që prej ditës së parë është me dhënë bazë të devotshmërisë, është më e drejtë të falesh në të, ati ka bura që dëshirojnë të pastrohen mirë, e Allahu i don të pastërtit. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalamin, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët islam të cilët e ndoqin dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nderuari kryetar i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, Hafiz Shaqir Efendi Fetahu, të nderuar shoqërues të Reisul Lemas, të nderuar i kryetar i komunës së Likovës, zotri Erkan Arifi, i nderuar dhe shumë i respektuar Haxhi Abdil Ismaili, portojë ndërtuesi i kësaj xhamie, me djalin e tij Haxhi Nuri Ahmetin, nipin e tij Bilentin,
dhe familja Ismaili në përgjithësi dhe shumë të respektuar hoxhallar, mysafirë dhe qytetarë të fshatit Vakcinës, të gjithë dhe i përshëndesin në përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimet e të madhi Zot qofshin mbi ju dhe mbi ne gjithëve, me ndjenja të veçanta, gëzimi dhe falënderimi ndaj Allahut xhalla xhalaluhu. Sot jemi mbledhur në këtë ditë të bekuar, në këtë ditë feste, për të shënuar një ngjarje të madhe dhe shumë domethënëse për muftinin e Bashkisë Fetare Islame të Kumanovës, por gjithashtu edhe për Bashkinë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë dhe për besimtarët islam të këtij fshati dhe më gjerë, hapjen e kësaj xhamie të re, një shtëpi e Allahut, e cila do të jetë vate e imanit, adhurimit, diturisë dhe bashkimit tonë. Ndërtimi i xhamive ka qenë gjithmonë një nga veprat më të mëdha dhe më të dashura tek Allahu xhalla xhalaluhu, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot: "Men bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, bana Allah lahu baytan fil janna." Kush ndërton një xhami për hir të Allahut, Allahu do t'i ndërtoj apo do t'i dhurojë një pallat apo një shtëpi në xhennet. Vëllezër të nderuar, xhamia nuk është vetëm një objekt ndërtimor, por është zemra shpirtërore e besimtarëve dhe e shoqërisë. Ajo është vendi ku përmendet emri i Allahut, ku kryhet falet namazi, ku mësohet Kurani, ku edukohen brezat e rinj me vlera morale, fetare dhe kombëtare, dhe ku forcohet uniteti, vllazëria ndërmjet njerëzve. Në një kohë kur shoqëria përballet me shumë sfida morale shpirtërore, xhamia mbetet rit udhëzuese, stre e qetësisë dhe burim i shpresës. Ajo gjithashtu duhet të shërbejë edhe si qendër edukative arsimore, sepse këtë rol e ka luajtur me shekuj në të kaluarën e lavdishme islame, ku ne në të muslimanët do të thojë në xhami, muslimanët arsimoheshin, edukoheshin dhe zhvilloheshin kulturën e tyre islame. Dhe shpresojmë se në të ardhmen edhe kjo xhami dhe shumë xhamia tjera të cilat i kemi hapur do të kryejnë këtë funksion madhor. Prandaj çdo kontribut për ndërtimin dhe funksionimin e saj është një investim i përhershëm, shpërblim i të cilit vazhdon edhe në botën e përhershme, në botën tjetër. Të nderuar vëllezër, të nderuar të pranishëm, sot në mënyrë të veçantë dëshirojmë të theksojmë dhe të vlerësojmë një shembull të rrallë dhe fisnik, ndërtimin e kësaj xhamie nga një person i vetëm, i cili pasurinë e tij ka blerë tokën dhe ka ndërtuar këtë shtëpi të Allahut vetëm për kënaqësinë e tij, do të për kënaqësinë e Zotit xhalla xhalaluhu dhe për dobinë e besimtarëve islam. Kja është dëshmi e besimit të fortë, e sinqeritetit dhe dashurisë ndaj fesë dhe besimtarëve. Është një shembull që duhet ndjekur dhe kujtuar se vepra të tilla nuk ndërtojnë vetëm more, por lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë dhe shpirtin e besimtarëve islam. Në emër të muftinisë Bashkisë Fetare Islame të Kumanovës, në emrin tim personal dhe në emër të gjithë besimtarëve islam shprehim falënderimet tona më të sinqerta dhe mirënjohjen e thellë për këtë kontribut madhor. Lutim Allahun xhalla shanuhu që këtë vepër ta pranojë si sadaka xharie, sadaka rrjedhëse në botën e anshimit, t'ia shumëfishoj shpërblimin, t'i begatoj pasurinë, familjen dhe jetën e tij dhe ta shpërblej me të mirët e kësaj bote dhe botës së amshishme, botës tjetër. Lutim Allahun që kjo xhami të jetë gjithmonë e mbushur me xhamat, me besimtar, me namaz, me duri, me vepra të mira që të shërbejë si burim drite për brezat e arshëm, inshallah.
Allahu e bekoft këtë xhami, ndërtuesin e kësaj xhamie Haxhi Abdilin me djalin e tij, Haxhi Nuri Ahmetin, nibën e tij dhe familjen islami në përgjithësi dhe të gjithë ato të cilët do të kontribuojnë në gjallërimin e saj. Urime Haxhi Abdil, kjo shtëpi e Allahut, urime për qytetarët e fshatit të vakcinës, urime për Reisul Uleman, urime për gjithë besimtarët islam kudo që janë dhe kudo që gjenden atje, Zoti ju ruajt, Zoti ju bekoft gjithëve, në veçanti Haxhi Abdilin dhe familjen e tij. Haxhi Abdili kuptohet është një besimtar islam në Perëndim, në Gjermani, i cili edhe atje me familjen e vet, me vëllezërit të cilët ka kontribuar jashtëzakonisht tepër shumë në interes të islamit dhe muslimanëve, por më në fund vendosi ka kontribuar edhe në fshat, por vendosi më në fund që këtë tokë që adhuron muftinis Bakëf, mbi muftinin dhe të njëjtën kohë me hapin tjetër të bën ndërtimin e kësaj xhamie. Por ishte si barem të themi te Haxhi Abdili se xhamia u vanu pak. Por nuk ishte puna të Haxhi Abdili, por ishte puna të mjeshtrit. Secili mjeshtër ka një javë, dy javë, një muaj dhe kështu ja ka marrë dhe një vjet më tepër sa nuk është desh për ta marrë. Dhe Haxhi Abdili ditën e diell, ditën e shtunë, ka arrit, ka ardhur këtu në fshatin vakcinës dhe na u lajmëruan neve dojmë një takim të bëjmë në muftinin e Kumandos se si duhet bëjmë të programin për hapjen e kësaj xhamie. Dhe normal takimin e banëm atij dhe për i thonë Haxhi Abdil, ja arrite qëllimin dhe po e përjeton këtë gëzim ti dhe familja dhe besimtarët islam të vakcinës dhe të komunës së Likovës në përgjithësi. Tha mufti dhe musugut të shumë se ka dhe 4 ditë nuk dihet. Por ja, Haxhi Abdil deshti Zoti Fuqiplot që ti sot pas 4 ditëve ta përjetosh këtë kënaqësi bashkërisht ngrihe me Reisul Uleman e Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë apo Shatjet Efendi Fetahon, bashkërisht me ne dhe bashkërisht me qytetarët e fshatit, vakcinës dhe besimtarët islam në përgjithësi. Urime ta gëzoni ju si familje në përgjithësi, ta gëzon fshati vakcinës, ta gëzon muftinia, ta gëzon Bashkia Fetare Islame, urime edhe për ju Haxhi Efendi dhe urime për gjithë besimtarët islam dhe inshallah për kësi raste takomi dhe vime edhe më shpesh në vende tjera ku e kërkon nevojë me pas shtëpia të Allahut xhalla xhelaluhu. Ju falenderoj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderoj muftiun për fjalët e tij të shmuara dhe lutim që Allahu t'i dhurojë gjithë të mirat. Tani për fjalën për shëndetje ftoj imamin e fshatit vaksinës, Hoxh Hakim Efendi Mehmeta. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ne'mat Allahut mashruasit mashruasit falenderimi të vën Allahut xhalla shanuhu. Pashja mëshira e Allahu xhalla shanuhu shobi Muhammedin alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe besimtarët të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salam është pejgamber i Allahut. Së pari, në emrin tim dhe në emër të fshatit vakcinës, pra e përshëndes kryetarin e Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë Veriut, zotrinën Shatjer Efendi Fetajin, po ashtu përshëndesmi muftiun Molla Abedin Imerin, po ashtu përshëndesmi kryetarin e komunës Likovës Arkan Arifin, po ashtu përshëndesmi edhe hoxhallarët, imamlerët të cilët na kanë ju kanë përgjithë ftesës, të cilët janë prezent të fshatin në vakcinës, po ashtu edhe ato misafirët të cilët na kanë marrë prej larg.
katundare, bashkëfshatare, po më pasi gjithë të cilët jeni prezant këtu, të gjithëve ju përshëndesmi me përshëndetjen hynore. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë si host i këtij fshati nuk du ta zgjat shumë, vetëm një ajet kuranor do ta ceki ku Allahu xhaleshanu thot me një ajet kuranor: Inna Allaha qaribun minal muhsinin. Rahmeti, mëshira e Allahu xhaleshanu është afër atyre njerëzve të cilët janë banisa, të cilët bojnë vepra të mira e kështu me radhë. Pra na, nëse dojmë dëshira e Zotit, mëshira e Allahut, falja e Allahut, jemi të obliguar si besimtar që ne në jetën e bote të bëjmë, besojmë, më së është pika kryesore besimi, masandej të bëjmë vepra të mira, sepse e vetmja mënyrë çka njeriu e bën të lumtur në jetën e bote edhe në botën tjetër është besimi edhe veprat e mira. Dhe Zoti që Haxhia Avilit, katundarit tonë, i cili është bërë sebeb me nresh këtë xhami, inshallah Allahu xhaleshanu këtij katundarit tonë, më së inshallah Allahu xhaleshanu i jep shëndet, i jep sağlık, i jep mira. Pashtu inshallah Allahu xhaleshanu djalin e tij, nipat e stërnipat e pamaprazisht, inshallah Allahu xhaleshanu gjithëve familjarëve, Allahu xhaleshanu i jep shëndet dhe i jep mirësi e kështu e shumë me radhë. Edhe njerë në emrin tim edhe në emrin të fshatit ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen hynore. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Faleminderit. Falenderoj imamin e fshatit Maksimcës, Hoxhën Agim Efendi Mehmeti dhe lutemi që Allahu ta shpërblijë me mirësinë e tij. Në vazhdim ftoj që fjalën ta merr fjalën rastit kryetari i Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaxhi Efendi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا بهذا المجلس العظيم والكريم بسبب افتتاح هذا المسجد العظيم، وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه العزيز: أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. I nderuari mufti i muftinisë së Kumanovës, Haxhi Abedin Efendi Imeri, me bashkëpunëtorët e juaj, i nderuari kryetar i komunës, Zotri Ekrem Arifi, i nderuari Erkan Arifi, i nderuari ish kryetar i Araqinës që gjendet këtu para nesh, në veçanti e nderuara familje Ismaili, i nderuari Haxhi Abdin Ismaili, donator i kësaj xhamie të bukur, të dashur vëllezër, ulema islam, kolegë të mi, të dashur besimtar, miq, musafir dhe dashamir, më lejoni që në këtë gëzim madhështor të përshëndes të gjithë dhe në përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit të Madhët Zot qofshin mbi të gjithë ju. Mendoj se ka një muaj ma pak ose ma shumë
kur më paraqit muftiu juaj dhe joni Haxhi Abedin Efendi Meri, se në këtë ditë dhe në këtë datë do të hapet solemnisht një xhami e bukur, por me një karakteristik të veçantë. Xhami e bën një besimtar i fshatit Vaksic me emrin Haxhi Abdin Ismail. Jo që mbeta shumë i lumtur dhe i gëzuar, por i emocionuar dhe besonim nga vullneti që të marrë pjesë në këtë vepër madhore të këtij njeriu, të këtij besimtari. Pa ndërprerë kanë pyetur shefin e kabinetit, shif mos e harrojmë datën kur duhet të jemi në fshatin Vaksic. Vëllezër të dashur, vërtet sot është një ditë e veçantë dhe xhami e veçantë, sepse ju të gjithë në krye me muftiun dhe kryetarin e komunës keni respektuar dëshirën e madhe të jetës të Haxhi Abdit, që një pjesë jo bashkë të vogël, por të madhe t'ia falë Zotit, por me një mendim dhe strategji të jashtëzakonshme, të bëj një xhami ku njerëzit do t'i binë në sejdë Allahut fuqiplot. Një xhami që do të përmendet Zoti dhe që do të edukohen gjeneratat që vinë. Kjo dëshirë kaq e madhe ka dalur thellë nga zemra e Haxhi Abdinit dhe familjes së tij, nga imani i paluhatshëm i tij, sepse s'është lehtë pasurinë që e don shumë t'ia falish Allahut fuqiplot dhe t'ua falish besimtarëve për hedhje. Sepse në këto vepra shejtani i mallkuar nxiton menjëherë edhe ata ekspertët e mëdhenj, dhe shejtani kryesor i ka të gjitha strukturat, në veçanti strukturat që të pengojnë veprat madhore siç është kjo. Dhe i thonë esh-shejtanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha. Mos jem gjitha të pare, gjitha të pasuri, se ti do të bësh noksan pasurinë tënde, do t'jesh fukara, do të varfrohesh, do t'jesh i varfër. Në momentin kur besimtari jo që nuk ja vën vesh, po edhe si ndigjon fjalët e tij, sepse e din qëllimin ku duhet të mbrijë, e din se i madhi Zot shpërblen me sevape të panumërta dhe jep begati të panumërta në momentin kur e jep pasurinë për një punë të madhe. Dhe kur shejtani e sheh se është i paluhatshëm në atë dëshirë, s'ka çka bën. Haxhi Abdini ka dalë triumfues para shejtanit të mallkuar, por ka dalë burr nga besimtarët që e ka kryer emanetin dhe premtimin që ja ka dhënë Allahu fuqiplot. I madhi Zot thot minel mu'minin e rijalun sadaku ma ahadullah alej. Në mesin e besimtarëve ka burra që e kryejnë emanetin që ja kanë premtuar Allahu xhelle shanu.
Andaj Haxhi Abdili është në mesin e këtyre burrave që i tha shejtanit jo, unë dëshiroj të ndërtoj një xhami. Rujna Zot, po pati sukses shejtanit e njerëzit që duan bën punë të mira, qoftë xhami, rrugë, shkollë, e shumë sende tjera. E vërtet është, nëse unë e jap këtë pasuri, nuk do të jem më që kam qenë. Vërtet do të bëhem i varfër, do të kem noksanllëk pasuri. Atëherë vazhdon shejtani aksionin tjetër. O ya'murukum bil fahsha. Pas një kohë pushon, normal ma merr mendja dhe i shkon i thotë tani shife. Harxhohet këtë punë në hapjen e një kazinos, një lokal me punë të prishura, në drogë, prostitucion dhe shumë anomali tjera. Që ai pasurin që është dash ta jep për Allahun fuqiplot, ta jep për punë të këqija. Andaj vëllezër të dashur, Haxhi Abdili dhe familja e tij sot kanë treguar se kanë iman të paluhatshëm një, dhe e dyta nuk e ka bërë vetë pse ka dashur ta bëj vetë, jo. Qëllimi i tij ka qenë vendlindjes së tij, vatanit tij dhe neve të gjithëve të na jep një hedije. Se hedija është shumë e lartëruar te i madhi Zot. Të gjithë neve, gjeneratave të reja, na jep një hedije edhe atë shtëpinë e Allahut xhelle shanuhu, këtë xhami të bukur, për të na inspiruar për vepra madhore. Tu ka një mesazh shumë fuqishëm. A e ka në zemër, po nuk din nështë ta shpreh. Të gjithë ne që kemi larguar për shkaqe dhe halle të ndryshme në Zvicër, Gjermani, Europë, kështu me radhë. Ky u bën me dije gjeneratave të reja dhe ju thot me këtë xhami. Kudo që të lëvizni në përbot, mos e harroni vatanin, vendlindjen atë dheun tuaj. Ati ku kanë vepruar dhe e kanë mbrojtur stërgjyshrit, baballarët tanë, gjithmonë kthehuni në vendlindje dhe bëni një vepër të mirë, që t'ju japi shembull gjeneratave që do të vinë pas nesh. Si duket, Haxhi Abdili ka bërë një vepër një hijret si që ka bërë Muhamedi alayhis salam. U detiru të largohet prej Mekës në Medinë, ama mendja i rinte në Mekë, në vendlindje, dhe përpjekjen më të madhe e kishte ta bëj kthimin në vendlindje në Mekë, për ta çliruar vatanin e tij, atë dheun e tij, sepse ndinte përgjegjësi se e ka lëshuar vendlindjen dhe u kthy në Mekë, e çliroi dhe dha porosin. Katër që shkonin, mallin, lidhjen me atë dheun, ta keni të shenjtë. Hubbul vatani minel iman, ta duash vatanin tënd është pjesë e iman. Për këtë shkak vëllezër të dashur, kjo vepër madhore vërtet është një kënaqësi për të gjithë ne, në veçanti për familjen Ismaili në krye me Haxhi Abdili. Haxhi Abdili na ka nderuar të gjithëve, fshatin Faksins, të gjithë besimtarët e Maqedonisë, dhe është një inspirim i gjallë që gjithmonë të mundohemi të japim kontribut në xhami dhe sfera të ndryshme që janë në shërbim të popullit tonë. Unë nuk ngelet kur gjatë tjetër,
përveç se ta them një fjalë tjetër. Gjithmonë ka pas stuhi erna të fuqishme për të na tronditur në çështjen fetare dhe kombëtare. Një sent është e sigurt se këta stuhi vin nga larg, vin nga armiqtan. Andaj do njerëz që dalin kundër Islam, kundër xhamis, kundër hoxhës, kundër besimit, janë pak a shumë aktual. Por gabim e kanë. Islamin s'mundi ta zhduk diktatura komuniste ateiste, me shkatrimin e xhamive, vrasjen e ulemave, priftrive, kishave, kështu me radhë. E nuk kanë fuqi sot në kohën në të cilën ne jetojmë. Sot elhamdulillah edhe në sferën kombëtare, edhe në sferën fetare tashmë kemi kuadrë të fuqishme, kemi institucione, kemi universitete, kemi shkolla, kemi akademik, dërsa në sferën fetare kemi xhami, kemi mektebe, kemi shkollat mesme, kemi fakultetet shkencave islame, kemi profesor, doktor, akademik, e kështu me radhë. Dhe ne sot fuqishëm dim ta mishrojmë fetaren me kombëtaren, fetaren me shkencën dhe dijen. Andaj jemi të paluhatshëm në kohën në të cilën ne jetojmë. E gjithë kjo që them është në shërbim të besimit, në shërbim të dijes, në shërbim të moralit, në shërbim të familjes, në shërbim të kombit ton, në shërbim të vatanit ton, në shërbim të paqes, tolerancës, respektit ndaj të gjithëve, pa marrë parasysh kuj besimi i takon, dhe se ne dim synimin ton, ka jemi nisur dhe ku duhet të mbrim. Një ndër ato argumente vëllezër të dashur është edhe kjo, që sot një xhami e ndërton një familje, një individ, që tregon se Islami, besimi dhe dashuria ndaj Allahut tek shqiptarët vazhdon edhe më fuqishëm drejt ardhmërisë sonë të ndryshme. Po ja që ne elhamdulillah në teritorin e kësaj komune dhe komunave tjera kemi pakës ma lirë rrugët, sepse kemi kryetarë të cilët mishrojnë fetaren me kombëtaren dhe kur ju themi ata nisin një xhami, ata kanë vetëm një fjalë, nisne, po dokumentat të nderuar kryetar, lehtë kemi ato. Kjo është një pasuri e jona vëllezër të dashur. Andaj, ne jemi të lumtur sot, të kënaqur, dhe asesi mos na shkoj media se e ka ndërtu vetëm një njeri. E ka ndërtu vetëm një njeri dhe na i ban hedije neve të gjithëve. Ka dashur të na nderoj neve vetveten e tij e mbi gjitha, ka dashur ta gëzoj Allahu xhelle shanuhu ve xhelle xhelal. Edhe ajo që më tha rrugës, shifni sa dashuri e madhe, ja duk shumë 4 ditë. Ka patur dëshirë që sot ta hap kështu simbolikisht. Do me thënë, vullneti i madh, kur i thotë se 4 ditë janë shumë mufti efendi, vallai është vetëm gëzim që del nga imani i tij i fuqishëm. Vëllezër të dashur, ju sot, me prezencën tuaj dhe me prezencën time, muftiut, pastaj të kryetarit të komunës, zot Mirkanit, kryetari
të bashkisë fetare islame që i shoh këtu, profesor Berat Efendi Ramadani dhe Abdul Hamid Efendiu, si dhe ulemat islam, që gjithmonë kanë ditë të mbrojnë edhe fetare, edhe kombëtare. Sidomos ky territor e ka vërtetuar kontributin e xhamive dhe kontributin e ulemave islam bashkë me intelektualët tanë, bashkë me besimtarët tanë. Lejoni në fund, spari muftiu si njëri i pari këtij territori dhe zotni Erkani, t'ju uroj këtë vepër madhore, këtë bukuroshe, këtu në fshatin Vaksins. Pastaj të gjithë juve vëllezër të dashur, që sot me prezencën tuaj keni dëshmuar për veprën e madhe të Zotri Ardilit, e në veçanti Haxhi Ardilit dhe familjes së tij, ju shprehi urime të përzemërta për këtë vepër madhore që quhet Bejt min Bujutillah, shtëpi nga shtëpia e Allahut fuqiplot. Allahu xhaleshanuhu Haxhi Ardilit t'i jep shëndet, jetë të gjatë dhe inshallah sa më gjatë ta kemi në mesin tonë. E në veçanti t'i jep familjes së tij begati të ndryshme në jetë dhe dhashti i madh Zot gjithmonë të kemi modele të këtilla që t'jemi më fuqishëm në rrugën e Allahut xhaleshan. Edhe një herë na qof për hajër, Zoti na shpërblet të gjithëve që sot kemi marrë kohën të gjindeni në hijen e kësaj vepre madhore. Falenderoj shumë për ftesën. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderoj të nderuarin Resul Ulema për fjalën e tij kurrëfyese për xhamin e profetit. Të nderuar të pranishëm, me këtë po i afrohemi përfundimit të programit tonë. Në vazhdim programit do ta përmbyllim me leximin e disa ajeteve kuranore nga Hafiz Xhamait Efendi Lohiu dhe pastaj duan e kësaj ceremonie do ta bëjë Hoxha Eliasa Efendi Mahmudi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال في حديثه الشريف من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Falenderimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut të lartë madhërishëm, I cili në Kur'anin famëlar thot, nuk ka dyshim se xhamit I ndërtojnë, I mirëmbajnë, për kujdesen për to, ata të cilët e besojnë Allahun, ditën e gjykimit, e falin namazin, e japin zeqatin, dhe as kujt tjetër nuk I fiksohen, përveç Allahut xhelle shanuhu, dhe ata janë të udhëzuarit në rrugën e drejtë. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, I cili në hadithin e tij thot, kush ndërton shtëpi, xhami, për hir të Allahut xhelle shanuhu, Allahu atij do t'i ndërtoj pallat në xhennet. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtaret të cilët ndjekën rrugën e tij deri në ditën e ringjalljes. U Zoti im, na e prano këtë vepër tonë, hapjen zyrtare të xhamisë Xhiardini në fshatin Vaksinës, për shkak se ti e pranues I veprave dhe lutjeve tona. U Zoti im, na bën neve besimtar të sinqert ndaj Teje dhe nga pasardhësit tanë njerëz të bindur ndaj Teje, na I mëson rregullat e adhurimit tonë ndaj Teje. Na fal dhe na mëshiro, për shkak se Ti je I vetmi mëkatfalës dhe më I miri mëshirues. U Zoti im,
këtë xhami bëje xhami të përkushtimit dhe të adhurimit tonë ndaj Teje. Xhami të devotshmërisë dhe të ngritjes dhe pastërtisë sonë shpirtërore. Xhami të arsimimit dhe të edukimit tonë islam. Xhami të përmendjes dhe të adhurimit tonë mëngjes dhe mbrëmje. Xhami të mbrojtjes së identitetit tonë fetar dhe kombëtar. U Zoti im, ai I cili e ka ndërtu ose e ka financu në tërësi ndërtimin e kësaj xhamie Haxhi Avdili. U Zoti im, shpërbleje me shpërblimet më të larta me pallatin në xhennet. Atë bekoje në pasurinë e tij, në familjen e tij, në veprat e tij dhe në përgjithësi në jetën e tij. U Zoti im, na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr të xhehenemit. U Zoti im, lartësoje Islamin dhe muslimanët, ndërsa përule I dhujtarin dhe I dhujtarët. U Zoti im, na I fal mëkatet tona dhe mangësit në punët tona, na përforco dhe na përqendro në trojet tona dhe na ndihmo kundër jo besimtarëve. U Zoti im, na përpër atyre që e falim namazin dhe nga pasardhësit tanë, na fal neve, na I fal prindërit tanë dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët ditën kur japin llogarin para Teje. U Zoti im, sikur në fillim ashtu edhe në mbarim të falenderojmë pa mos, gjithashtu paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë të dërguarit e Allahut. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Falenderojmë Hafiz Xhamail Efendi Luhiun për interpretimin e ajeteve kuranore dhe Hoxhën Eliasa Efendi Mahmudit për realizimin e duas. Tani për të shprehur falënderimin në emër të institucionit fetar, Muftinisë së Kumanovës, ftoj muftiun Haxhi Abedin Efendi Imerin për t'i dorëzuar një mirënjohje atij që kontriboi për ngritjen e kësaj shtëpie të Allahut, Haxhi Abdel Ismailit. Muftinia Vërësisë Fetare Islame Kumanovë ka pasur rrugës për një mirënjohje që afron Haxhi Abdilit për kontributin e madh të cilin e ka bërë, dhe kjo është llogaja e Muftinisë Vërësisë Fetare Islame Kumanovës, e cila simbolizon tu lapsin, por gjithashtu edhe kupollën e xhamisë ku me laps të nën kupollën e kësaj xhamie dhe shumë xhamia të tjera do të hecet feja, do të zhvillohet mësimi besimi islam dhe inshallah kjo xhami do të jetë si gjithë xhamia të tjera këtu, ku do të falet namazi atë çka u tha dhe nga raisi edhe nga gjithë të tjerët, do të zhvillohet mësimi besimi islam dhe feja kështu në tërësi. Por mos harroj edhe diçka, kam edhe një falënderim se në viti drejtuar kretarit komunës një kohë Zotri Erdan Arifit, I cili me të vërtet ka kontribuar jashtëzakonisht shumë këtë drejtim, me ka ndihmuar çdo sen që I kemi kërkuar si kretar komune, por edhe si komunë e një kohës të këtij regionit, do të thoje me automatizëm e ka marrë në përsipër mufti, premtoj se këtë punë të cilën e kërkon do të kërrihet për menjëherë. Përnder në emër të Muftinisë, në emër tim, në emër të qytetarëve të fshatit të Varcin, por gjithashtu edhe në emër të Rejës Ulemas. Haxhi Abdil ta mësoj që kjo mbetet si kujtim tek ty në lidhje me ndërtimin e xhamisë dhe me hapjen zyrtare të cilën e banëm në
fshatin tuaj. Mos harrojmë këtu edhe një send, xhamien e kemi titulluar me emrin Xhamia Haxhi Abdilit, fshati i vakcinës. Edhe me gjithë që Haxhi Abdili me gjires nuk ishte pak, nuk pajtoj kemë këtë, se hikët e ajo ndoshta mos me merë një kaje tjetër, mos e kam ndërtuar këtë xhami vetëm për emër, por kishte një vendim i Joni Muftinisë, bashkisë Islame të Manovës, për kontributin e madh të jashtëzakonshëm të cilën e ka dhënë edhe emrin ta merë Xhamia Haxhi Abdilit, fshati i vakcinës, se nuk është një xhamia secili një njeri një musliman që ndërton dhe i lohet emri atij. Na kemi në historinë islame të gjithë besimtarët islam të cilët kanë ndërtuar si shpije, kanë pllu dhe u kanë luan emrin e tyre, dhe kjo në të mbetet në histori si xhamia me emrin Xhamia e Haxhi Abdilit. Gjithashtu, sot Haxhiresë e bojnë hapën solene. Fshati i vakcinës ka dy xhamia e epër me atje, por edhe xhamia e pashme e shtashtu këtë pjesë të fshatit i vakcinës. Imam e kemi molla, imam vajz, muallim e kemi molla Agim e Efendijen, por me gjithat sot hapje solene pigojnë se xhamia mos të harrojmë se nesër bismet Allah dhe të falet xhumaja edhe në xhami e epërme të fshatit i vakcinë, por gjithashtu dhe të falemi xhuman edhe në këtë xhami të re. Madje në bashkëpunim me qytetarët, me këshillin e xhamisë, me besimtarët islam, në përgjithësi këtu të fshatit i vakcinë do t'i shohmi punë se si do t'i hecmi, dhe normal për hapët një xhami do të mendojmë që kjo xhami do të ketë edhe imam i cili e hec punën për madhutje. Edhe njëherë i falënderit, Zoti më gjyllor t'ju ruje ju dhe neve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju qoftë për hajër xhamia e fshatit vakcinës, dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj, dhe ju përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.